Është e vështirë që Aleksandër Gjoka të bëjë një këngë dhe të mos kthehet në hit. Ai është një nga zërat më potentë të muzikës shqiptare. Sandri ka vendosur të flasë vetëm në skenë, duke kënduar dhe intervistat e tij janë të pakta. Megjithatë, interesi i publikut për jetën private të këngëtarit është i lartë. Sandri është baba i 2 fëmijëve, ndërkohë që bashkëshortja e tij jeton së bashku me fëmijët në Itali. I pyetur rreth familjes së tij, Sandri tha: "Ma bëjnë shpesh këtë pyetje, sepse nuk jetoj në Itali me familjen dhe dua ta seroj këtë pjesë. Fillimisht, unë me gruan dhe fëmijët ikëm në Itali sepse bashkëshortja ime ka shumë pjesëtar të familjes së saj që punojnë dhe jetojnë atje. Shkuam edhe ne, por unë nuk mund të isha këngëtar në Itali, aty duhet të punoja punë të tjera. Të jepte italiani lopatën në dorë dhe të thoshte hap kanalin. Kur i thash një ditë që unë jam këngëtar në Shqipëri, më tha, hap kanalin, mbyll orarin e punës, pastaj shkoj këndon në shtëpi. Këtë po e them për t'ju treguar se aty më duhet të bëja një tjetër jetë që nuk kishte lidhje me artin. Nuk mund të lija çdo gjë që kisha ngritur në vendin tim e të kthehesha punëtor krau në Itali, prandaj vendosa të vi përsëri në Shqipëri." I pyetur nëse është ndar nga gruaja apo jo, ai tha: "Unë e di që njerëzit e kanë pasion të merren me llafe. Unë rezultoi ndar nga gruaja, sepse më kanë ndarë të tjerët duke më bërë lajme në portale për ndarjen tonë, por në fakt ne të dy as nuk kemi ndarë e as nuk kemi divorcuar. Unë shkoj çdo 3 muaj për të takuar gruan dhe fëmijët në Itali, por e kam të pamundur për të jetuar atje. Për momentin kam vendosur kështu, më pas të shoh se çfarë do të na sjellë jeta, por ajo që ju them me siguri është se gruan time e dua dhe e vlerësoj pafund."